se vini njërë tjetër në kanalin tim. Në këtë video do realizoj një grim duke marrë frymëzimin nga grimet e Aurela Gace. Ajo është një artiste që mua më pëlqen shumë dhe unë ndjek karrierën e saj për shumë vitesh dhe më pëlqen stili i saj edhe sepse shpesh ajo është si të them e guximshme me grimin dhe me veshjet që zgjedh të vesh, domethënë të përdori në koncertet e saj apo në videoklipet e saj. Është një grim që me sa kam vënë re unë në vita, ajo përdor shpesh, domethënë një smoky eye i fortë dhe në përgjithësi ka edhe buzët të ndezura me një buzëkuq ose të kuq fare dhe nga ato që janë shumë me ndriçim, sikur kanë një veshje sipër të ndriçueshme, akoma më të fortë, por në grimin, domethënë në këtë look që kam vendosur unë të zgjedh dhe të rikrijoj, vendosa të aplikoj një buzëkuq të hapur, sepse me fytyrën time sikur nuk më ngjiste shumë, sikur nuk më duke i përshtatshme. Por, gjithsesi shpresoj që grimi t'ju pëlqej dhe flokët domethënë jam përpjekur t'i bëj pak kështu sikur i mban ajo me kaçorela, gjithmonë të lëvizur, edhe sepse ajo është në të vërtetë si thuhet, kamaleontika. Si kamaleont, domethënë që ndryshon shpesh grimi, ndryshon shpesh lookun e saj, e kemi parë me flokë të kuq, me flokë të bjonde, me flokë të shkurtër fare, me flokë të gjata, të drejta, me balluke, gjitha format, edhe me flokët fuksja, i ka ndryshuar dhe i ka provuar të gjitha dhe më pëlqen fakti sepse ajo gjithë këtë look, të grim, më thënë të fortë dhe këtë mënyrë që ka ajo për të prezantuar edhe para publikut, është e bukur edhe i shkon, duket sikur diçka që ajo bën me të vërtet naturale, është në atë mënyrë dhe ashtu prezantohet, pa shumë komplekse dhe pa krijuar probleme, domethënë asgjë tjetër. Shpesh unë e kam vënë se re se ajo bashkëpunon me artistë të mëdhenj shqiptar, me make-up artist dhe me stylist më të vërtet që janë të zotët, sipas mendimit tim, domethënë edhe më sa kam vënë re unë, dhe kjo gjë më pëlqen, domethënë sepse ajo përveç këngës dhe muzikës është artiste në 360 gradë, domethënë nuk është një nga ato artiste që kufizohet dhe i vë kufim vetës, diçka i pëlqen e bën. Dhe kaq, shpresoj që videoja t'u pëlqej dhe grimi të jetë domethënë i ngjashëm me grimet që ajo bën. Mua nuk më pëlqen shumë ideja e kopimit të grimit të saj. Është diçka e ngjashme dhe diçka që sipas mendimit tim mund t'i shkoj dhe asaj. Kaq, bashkëshihemi në videot e tjera dhe mirupafshim. Ciao! Vajza do fillojmë duke rregulluar vetullat dhe në fillim do jap formën me një laps dhe pastaj do shkoj t'i sfumoj me një fuç të vogël për të qenë më precize. Dhe normalisht pasi kemi sfumuar, do marr një fuç tjetër të pastër dhe pak korrektor për të pastruar, domethënë ndonjë zbavatur që mund të kemi krijuar gjatë sfumimit dhe për t'i dhënë formën e dëshiruar vetullave nëse kemi gabuar në një gjë. Dhe menjëherë pas kësaj do kalojmë tek baza e për syt dhe do përdor një paint pot me një nënton dhe ndriçues të verdh dhe që do na bëjë edhe si bazë, domethënë për grimin tonë. Menjëherë pastaj, me një fushë të vogël do ta ndriçoj harkun e vetullës me një ngjyrë të bardhë mat
Dhe do kalojmë tek ngjyrat e tjera të grimit, do marr një furçë të gjerë, fare të gjerë dhe të pastër, me pak ngjyrë kafe, që do na bëjë si ngjyrë tranzicioni për sfumimin e ngjyrave të tjera të errëta. Dhe këtë ngjyrën kafe pra e aplikoj tek palosja e qypallës. Dhe tani do marr një furçë tjetër të ngjeshur, me pjetë të ngjeshura, dhe do aplikoj duke e tamponuar një ngjyrë kafe fare të errët, të cilën më njëherë pastaj e sfumoj në një furçë të gjerë. Për të bërë ngjyrën kafe akoma më intense, më të fortë, do riaplikoj ngjyrën kafe dhe pastaj do e sfumoj. Gjatë gjithë këtij grimi do shikoni që fjala kryesore, domethënë, është sfumimi, sepse dua të krijoj një smoky eye, domethënë të sfumuar fare mirë. Dhe tani me një furçë të vogël do aplikoj një ngjyrë të zezë tek cepi i jashtëm i syrit, të cilën do e sfumojmë me një furçë të gjerë që të kemi sfumimin më soft. Risfumoj të gjitha me një furçë të pastër, sidomos tek skajet e sfumimit, në mënyrë që të jetë pra i sfumuar më mirë dhe më e përhapur ngjyra. Tek cepi i brendshëm i syrit do aplikoj një ngjyrë shampanjë shimmer dhe do e tërheq pak drejt qypallës dhe pastaj do e sfumoj me ngjyrën e zezë dhe ngjyrën kafe, në mënyrë që të mos kemi një ndarje shumë të dukshme, por një sfumim gradual. Tani, ngjitur me ngjyrën e bardhë në mes, pra ngjyrës së bardhë dhe ngjyrës kafe të errët, do aplikoj një ngjyrë kafe shimmer me gisht, sepse dua të ketë që ngjyra të jetë më thënë intense, dhe e tamponoj pra me gishtin dhe pastaj e sfumoj bashkë me ngjyrën e bardhë dhe ngjyrën kafe. Për të bërë këto sfumatura si ngjyra më të ngrohta, do aplikoj në palosjen e qypallës, domethënë në skajet e sfumaturës, një ngjyrë portokalli me një furçë shumë të gjerë, në mënyrë që sfumatura të jetë soft dhe e shpërndar mirë. Dhe pastaj kaloj tek lapsi i zi në rimën poshtë dhe sipër. Këtë laps pastaj do e sfumojmë si gjitha të tjerat dhe do krijojmë një si tip eyelineri fume. Me korektorin do pastrojmë në qoftë se pluhurat na kanë rënë, domethënë tek zona e syve, dhe gjithashtu do japim një ndarje, një prerje sfumaturës më të pastër dhe më të saktë, domethënë më të përpiqur. Korektorin do e fiksoj me një pudër dhe një furçë të gjerë dhe të kalojmë tek krimeli që e aplikojmë me bollek dhe pastaj do aplikoj shurtikët falso. Si gjithmonë unë preferoj ato me qufka dhe në këtë rast gjithashtu kam aplikuar ato me qufka. Dhe duke kaluar tek konturet e fytyrës do përdori një bronzer të ngrohtë me një ngjyrë të ngrohtë dhe të sfumuar shumë në mënyrë që të mos që nuk është një konturing shumë precis, por është një konturing i sfumuar dhe delikat, shumë soft. Gjithashtu do aplikoj dhe një blush, por është një blush me pak ndriçues, sepse nuk do aplikoj, nuk do bëj highlight, pra, por vetëm do përdor blushin edhe si ndriçues për fytyrën. Duke kaluar tek buzët, do përdor një laps ngjyrë roz nude që do e përdori si konturin për labrët, për buzët, por gjithashtu dhe për të mbushur buzët, në mënyrë që buzëkuq që do aplikojmë në vijim, që na zgjasë më tepër gjatë gjithë ditës pra.
Dhe gjithashtu edhe buzëkushi është një roz nude. Dhe këtë radhë, si gjithmonë, do marrim një penel, një furç, për të pastruar zbavaturat dhe për të patur buzët me formën sa më precise të mundur. Dhe sipër do aplikoj një gloss gjithmonë nude. Dhe ky është grimi goca. Shpresoj t'ju pëlqej dhe bashkë shihemi në videot e tjera. Ju ciao!